mezi pres të dal jashtë, është i neveritshëm me skuth. Livia shpërthen në ofendime për këtë banor, ka takuar edhe babain e vllajin. Ja çfarë tha? E ftuar së fundmi në një emision, teksa kishte kohë që prej daljes që nuk vinte në një intervistë, Livia, ish banorja Big Brother, ka treguar më shumë detaje për rrugtimin në eksperiencën e saj, teksa ka dhënë dhe deklarata bombë. E pyetur se çfarë do të kishte ndryshuar tashi që ka dalë nga shtëpia, ajo u shpreh: "Nuk jam nga ata që pendohet për ndonjë gjë që bën dhe mendoj se do kisha qenë më pak e përfshirë emocionalisht në shumë gjëra, shumë më e ftohtë. Livia më e ftohtë i bie Livia më e logjikshme. Vetëm këtë gjë do korrigjoja. Edhe një gjë tjetër që unë nuk kam besuar te vetja as pak, perceptimet që ti mund të kesh nga brenda se si mund të lexohesh. Ato perceptimet e mia ishin shumë të vërteta, nuk jam dukur një monster dhe pse do t'i bëja më shumë në kokë." Gjatë kohës së qëndrimit të saj brenda shtëpisë në më shumë se 60 ditë, Livia shprehu pëlqimet për Aldon, por duket se ka ndryshuar mendim totalisht, teksa tha: "Jo, sepse po të kisha pasur një pëlqim do të ishte dukur, nuk kam pasur pëlqim për asnjë person. Në fillim sigurisht u mashtrova pak nga ato avancat e Aldos, thash se mund të jetë një djalë që mund t'ja vlej, po shqyr që nuk gabova me ato perceptimet. Jo, nuk më pëlqen as pak, madje është një nga ato elementet që mezi pres që të dalë sepse nuk mund ta shoh në shtëpi, është tepër skuth." Teksa shtoi për marrëdhënien e Aldos me Rezartën, është situatë shumë e neveritshme, nuk shihet me sy dhe nuk ka pikën e ndjenjes, që kur tentoj të më afroj mua me zort, kot nuk e kam quajtur për ndjekës, nuk e duroja, nuk ishte as pak kimi. Unë e kam thënë që unë kam një intuit, të paktën për atë çka më përshtatet mua. Ishin fjalët me vrerë të saj për Aldon. Ish banorja foli më pas edhe se ka takuar të jatin dhe vëllain pas 22 vitesh që s'kishte pasur asnjë lloj kontakti me to. Teksa u shpreh: "Do jetë pak e çuditshme si gjë, por unë flas me babain si të mos kishte ndodhur asgjë gjatë këtyre viteve. Kemi folur me video call për 3 orë herën e parë, më shkruan, më çon gjëra, e flasim shumë. Është mënyrë shumë e rrjedhshme dhe më pëlqen shumë kjo gjë. E kemi rregulluar komplet, është e habitshme. Nuk jemi takuar sepse është në Itali për shumë shpejt. Po dhe me vëllain me video call kur isha me babin dhe më shkruan, është Alamet djali, vetëm tashini, 19 vjeç është dhe më pëlqen mënyra se si më flet, është e habitshme si të mos ketë ndodhur asgjë." Kjo ishte dhuratë nga Big Brotheri, e mbylli ajo.